Përshëndetje zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shtyhet përsëri seanca për Erion Veliaj në gjykatën e apelit posaçëm shpall nesër në orën 10 vendimin për kryebashkiakun e Tiranës. Edi Rama kërkon votën për Partinë Socialiste në 11 maj si e vetmja garanci për antarësim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Opozita do marrë noc rrokun. Partitë përfshihen nga ethet e listave të kandidatëve për deputet. Rama dhe Berisha mbledhin organe drejtuese për zyrtarizimin e emrave. Instituti i Statistikave deklaron se papunësia në Shqipëri shënoi rënje të ndjeshme, sektorët që ndikuan janë industria, bujqësia dhe shërbimet. Vjen mëngjesisht me lajmet. Gjykata e apelit posaçëm ka shtyr përsëri seancën për kryebashkiakun e Tiranës. Gjyqtari Engert Pëllumbi do të shpall vendimin për Veliajin ditën e njëjtë në orën 10. Ndërkohë gjatë seancës Veliaj kundërshtoi ato që SPAK i quan prova të reja kundër tij. Kryebashkiaku mësohet të ketë thënë se përgjimi i bisedave me familjen dhe për intervistat nuk mund të quhet provë. Apeli posaçëm shtyu për ditën e nesër me vendimin për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, nëse ndaj tij do të caktohet apo jo një mas me butë sigurie. Në këto kushte, atij do t'i duhet të pres ditën e nesërme në orën 10, vendimin e gjyqtarit Engert Pëllumbi. Seanca zgjati 3 orë, ndërsa brenda gjykatës burimet bën të ditur se Veliaj ka kundërshtuar provat e reja që pretendon SPAK të siguruara këto përmes përgjimeve telefonike. Kryetari i bashkisë u shpreh se ato që SPAK i quan prova janë në fakt bisedat familjare të një muaji që ai ndodhet në qeli. Ju nuk keni konsideruar provat e reja sulmet publike të Sali Berishës ndaj SPAK, por keni konsideruar provat e reja, çimkat dhe telefonatat e mia me djalin dhe familjen dhe interesimin tim për intervista në televizionet kryesore. Mësohet të ketë thënë Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës kërkon shfuqizimin e masës së arrestit në burg dhe kalimin në një masë më të butë sigurie, pasi avokatët e tij thanë se nuk ekzistojnë kushtet që kryebashkiaku të prish provat dhe as të tentojë aratisjen nga vendi. Për këtë, ai ka vënë në dispozicion edhe garanci pasurore, vlera e së cilës nuk është bërë e ditur. Erion Veliaj dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në 9 raste si dhe pastrim parash, duke shfrytzuar postin e tij si drejtues i bashkisë për t'i dhënë para nga fondet publike shoqatave të kontrolluara nga gruaja e tij Ajola Xoxa. Ky e fundit, e dyshuar për 3 vepra penale, nuk e ka ankimuar masën e detyrimit të paraqitjes 2 herë në muaj, por po nesër, i njëjti gjyqtar do të vendos për lënien ose jo në fuqi të sekuestrës së llogarive bankare të Ajola Xoxës. Në një takim me socialistët e Vorës dhe Kavajës, Edi Rama tha se vota për mazhorancën është garanci për integrimin e shpejtë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Majta duhet të angazhohet që në 11 maj të marrë më shumë se 74 mandate. Edi Rama zhvilloi sot një takim me Asamblet Socialiste të Kavajës dhe Vorës, duke theksuar rëndësinë e veçantë të zgjedhjeve të 11 majit për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij, Rama tha se për herë të parë Shqipëria ka një mundësi reale për të bërë pjesë e BE-s. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2007, pra do të thotë bëni gjithë tyre e shtëpisë dhe ne do ju marrim brenda. Kreu i qeverisë shtoi se është e rëndësishme të votohet për PS që puna për integrimin e Shqipërisë të mos ndërpritet. Mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të iki që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më parë, apo si ishin ata gati. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë në diskutim nga vogëlësia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti. Rama tha se më 11 maj, PS duhet arrijë një rezultat edhe më të thellë se ai 2021-shit me 74 mandate. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një noc rrok madhështore. Të me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Që atyre t'ju çojmë noc rrokun
po një nocrok aq madhështor, sa ton çfarë i bëm vetes që zgjum nocrok. Në përfundim, kreu i PS-s i bëri thirrje strukturave të partisë të mobilizohen maksimalisht për të siguruar çdo vot më 11 maj, duke i quajtur këtë një test të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Socialistët i kanë dhënë dorën e fundit listës së kandidatëve për deputet. Edi Rama ka takuar drejtuesit e secilit qark, ndërsa diskutimet janë përqendruar edhe tek emrat nga diaspora. Lista e miratuar nga kryesia e Partisë Socialiste do depozitohet në komisionin e zgjedhjeve. Pas diskutimeve intensive gjatë gjithë ditës në Selin Roz, drejtuesit politik të PS-s po prezantojnë emrat e kandidatëve për deputet në çdo qark. Vula për kandidatët socialist u vendos gjatë mbledhjes së kryesisë së PS-s që nisi rreth orës 18. Takimet kokë më kokë të kryesocialistit Edi Rama me drejtuesit politik nisën që prej orës 14 për t'i dhënë dorën e fundit listës pas analizës së bërë për punën e kandidatëve. Listat e mbyllura në çdo qark u udhëhiqën nga drejtuesit politik. Kryesocialisti Edi Rama është shprehur se skuadra do të përbëhet në shumicën e saj me figura të reja, përfshirë platformën deputeti që duam, nga ku gjithashtu do të dalin emra që do të kandidojnë në listë mbyllur, ndërsa deputetët që kanë më shumë se një mandat në parlament do të duhet të luftojnë për të fituar sa më shumë vota për veten dhe Partinë Socialiste. Edhe Partia Demokratike ka mbledhur kryesin për të miratuar listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 maj. Gjatë ditëve të fundit, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar takime me aleatët dhe është vendosur që ata të kenë 8 kandidat në pjesën e sigurt të listës. Kryesia e Partisë Demokratike po diskuton ekipin e kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i PD Sali Berisha ka lexuar listën e kandidatëve për çdo qark dhe gjatë mbledhjes nuk kanë munguar debatet edhe pakënaqësitë. Në qarkun e Tiranës do të garojnë kryesisht Sali Berisha, disa prej figurave drejtuese të PD dhe 4 aleat. Në listën e hapur mbeten disa prej figurave kryesore të PD si Jorida Tabaku, Ilir Aliameti, Dhurata Çupi e të tjerë. Në listën e hapur në Tiranë do garojnë edhe aleatët Ilir Meta dhe Shpëtimi Drizi. Në disa qarqe, fituesit e primareve janë përfshirë në listën e mbyllur, por në disa qarqe ata janë vendosur në listën e hapur. Për këtë arsye, Hysen Kadiu, që doli i pari në primaret e Tiranës, dhe Dashnor Sula, që doli i pari në Elbasan, kanë vendosur të tërhiqen e të mos kandidojnë. Gjykata e posaçme dënoi me 35 vite burg Emin Sherun, i akuzuar nga SPAK si organizator i vrasjes së Bear Sofis, ngjarje ndodhur në qendër të Tiranës në shkurt të vitit 2021. Vendimi u mor në mungesë të tij pasi Shera vijon të jetë në kërkim. Procesi gjyqësor ishte i ndarë nga 5 anëtarët e tjerë të ekzekutimit të Bear Sofis, të cilët u dënuan me një vit më parë, me 127 vite burg në total. Emin Shera, i njohur ndryshe edhe si Bajlozi, u dënua për veprat penale, vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe grupi strukturuar kriminal. Ndërkohë SPAK ende nuk ka zbuluar personat nga të cilat Shera ka marrë porosinë për të kryer ekzekutimin. Për vrasjen e Bear Sofis janë dënuar më herët me nga 30 vite burg Bujar Leza, Leonard Xhixha, Shënder Vathi dhe Giuliano Visha, ndërsa ekzekutuesi Ernej Shryti u dënua me vetëm 7 vite burgim për shkak se u bë bashkëpunëtor i drejtësisë dhe zbardhi të gjithë ngjarjen. Ministri i Brendshëm tha sot se policia është gati të përmbush detyrën e saj për të garantuar zgjedhje me standarde në 11 maj. Tashmë plani i masave është përfunduar e po ashtu edhe trajnimet në nivel drejtues. Drejtuesit e policisë që do të angazhohen në mbarvajtjen e procesit zgjedhor me 11 maj kanë përfunduar trajnimin dhe sipas ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, uniformat blu janë të gatshme për të përmbushur çdo detyrë që parashikohet në rastet e zgjedhjeve parlamentare. Të garantoj gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe aktorë tjerë se policia shtetit, mbi bazën e një plani veprimi, ka mbyllur trajnimet në nivel drejtues dhe është e gatshme të përmbush në vijim çdo detyrim ligjor, i cili lidhet me garantimin e zgjedhjeve të lira e me standarde të datës 11 maj. Deklarata ministrit Hoxha u bë gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për fazën e tretë të programit Forcimi i policimit në komunitet, i cili mbështetet nga qeveria suedeze. Ajo që ne duhet në vijim është konsolidimi i rezultateve, thellimi i bashkëpunimit në zonën prindër,
mësues, staf akademik dhe agjensi ligjë zbatuese ku programi do të luajë një rol mbështetës. Padyshim, oficerët e sigurisë janë aty e duhet të jenë të vëmendshëm për çdo informacion apo incident, duke parandaluar në kohë ngjarje të pakëndshme. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda tha se krijimi i besimit ka ndikuar që shumë qytetarë të raportojnë krimin. Fal punës dhe profesionalizmit, sot Policia e Shtetit është agjencia ligjzbatuese më e besueshme nga qytetarët, që na obligon të gjithëve të punojmë bashkërisht për të përmirësuar akoma më shumë këtë proces thelbësor, që rrit parametrat e sigurisë dhe shndron Shqipërinë në një vend akoma më të sigurt për vizitorët dhe turistët nga mbar bota. Proda vlerësoi faktin se gjatë 2 viteve të fundit Shqipëria u vizitua nga më shumë se 10 milion turist, ku fatmirësisht nuk ishte asnjë incident. Në Bulqis, qindra minatorët vijuan protestën e tyre për të tretën ditë radhës. Ata thanë se nuk do të kthehen në punë derisa kompania të rrisë rrogat dhe ta bëjë të shtunën ditë pushimi. Minatorët e Bulqizës janë të vendosur për të mos ndërprerë protestën për rritjen e pagës dhe që ditët e shtuna të mos bëhen ditë pune. Kjo e mërkur shënon ditën e tretë që ata janë mbledhur sërish para hyrjes së galerisë më të madhe të Kromit në Bulqiz, që administrohet nga një kompani turke. Ata thonë se nuk do të bëjnë asnjë hap pas deri në plotësimin e kërkesave. Ne protestojmë ka 3 ditë, do të thonë kemi bërë kërkesë për rishikimin e pagave, të ngrihen pak pagat dhe ashtu ne diela këto do të nashten 16 orë punë, kontratë punës që ne nuk jemi dakord, do të thonë që shtohen se puna është e lodhshme. Protestat do vazhdojnë sepse nuk janë plotësuar as i kush nga ato që janë dhënë kompanisë. Dje deshëm me bën negociata për rritje pagë dhe shtunë pa diskutuar, do kanë sjellë sa fletushka aty, i kanë nxjerr aty, edhe flitet që gjoja ajo prap vazhdo thot negocim për është në shqyrtim puna e sjelljes në punë ditën e shtunë. Edhe për rritje pagë nuk është mora si lloj mase. Edhe qoftë nuk e plotëson kushtet dhe gravuria mund të shkojë. Jemi këtë një menë, këtë kompakt. Pezullimi i punës nga ana e minatorëve ka jo vetëm pasoja ekonomike për kompaninë, por mund të krijojë edhe probleme në qëndrueshmërinë e galerisë, e cila ka nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme. Shifrat e Institutit të Statistikave flasin për një rënje të papunësisë gjatë vitit të kaluar. Sektorët që kanë ndikuar më shumë janë industria, bujqësia dhe shërbimet. Viti 2024 shënoi një rënje të papunësisë e cila arriti një nivel të ri prej 8.8%. Në fund të vitit 2023 ky tregues ishte 10.7%. E thënë ndryshe, popullsia në moshë pune 15 deri në 64 vjeç janë integruar në tregun e punës në vitin që lan pas. Drejtoria e Institutit të Statistikave, Elsa Dhuli, bëri publike shifrat zyrtare sipas të cilave shkalla e punësimit është rritur krahasuar me fundin e vitit 2023. Ndryshimet në tregues janë reflektimi i dinamikave ekonomike dhe sociale të vendit, si dhe i rishikimit të metodologjisë bazuar në të dhënat më të fundit demografike. Të dhënat e publikuara në tremujorin e 4 2024, si dhe për periudhat e mëparshme, do të jenë objekt i rishikimeve të mëtejshme. Bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave, 3 janë sektorët që kanë kontribuar pozitivisht në këto shifra të përmirësuara të tregut të punës. Të 3 sektorët kanë ndikuar, industria, bujqësia dhe shërbimet, por fokusi kryesor ka qenë tek shërbimet. Përmirësimi i shifrave në tregun e punës vjen edhe si pasojë rezultateve të censit 2023, ku Shqipëria rezultoi me 420.000 qytetarë më pak. Prej vitesh, tregu i punës është në kërkim për punonjës për shkak të emigrimit të lartë. Mungesa e forcës së punës konsiderohet si armiku kryesor i ekonomisë. Ishte gjithçka për edicionin e lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.